Cilat janë kushtet e mbulesës së plotë? Do t'i përmend, domethënë në mënyrë të përmbledhur. Spari, veshja e femrës muslimane, mbulesës, e tham domethënë kur del nga shtëpia ose kur është në prani të burrave të huaj, burr i huaj quhet për femrën ai me cilin lejohet martesa. Pra duhet të mbuloj të gjithë trupin përveç fytyrës dhe duarve deri në kyçe. Argumenti përmendet pak më përpara. Është e para. E dyta, kush e dytë? Veshja s'duhet të jetë stoli. Për shembull, argjend, ngjyra, shkëlqim, nuk duhet të jetë stoli. Rrobat e brendshme janë ato që janë të, domethënë, se stolia është e lejuar për femrën. Mirë po, rrobat e brendshme janë ato, janë stolitë e femrës dhe kur del nga shtëpia ose kur është në prani të burrave të huaj, ajo duhet mbulohet me veshjen, me mbulesën që nuk është e stolisur. E përmend argument pak më parë, Allahu subhanahu wa taala ka thënë wala yubdina zinatahunna, mos e shfaqin stolinë e tyre. Gjithashtu Allahu Lutur ka thënë waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula, dhe mos shfaqni stolit, mos shfaqni bukuritë si femrat në kohët e hershme, para Islamit, në kohët e hershme, pra në kohën para Islamit, po edhe në kohët e tjera më herët, kur femrat shfaqnin bukuritë, shfaqnin stolit, nuk e kishin veshjen e mirë, po shfaqnin bukuritë dhe stolit. Në këtë ajet Kur'anit Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar që femrat i shfaq bukuritë, i shfaq stolit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në një hadith gjunahet mëdha. Edhe njëri prej tyre ka thënë wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyya, do të mos shvishen si duke shfaqur stolit si femrat në kohën e xahiliyetit, kohët e hershme, kur femrat shfaqnin stolitë e tyre. Kushti i tretë është që veshja, mbulesat mos jetë të idukshme. Kushti, pra duhet të jetë trash, mos jetë të idukshme. Të jetë aq e trash sa të mos jetë të idukshme. Kushti i katërt duhet që veshja të mos jetë e ngushtë, po të jetë e gjerë. Të mos përshkruaj formën e pjesëve të trupit. Për shembull, ka femra që vendosin një shall edhe e lidhin për kokë. Kjo nuk është veshje plot. Sepse është e ngushtë. Ose vendosin shamin pa vendosur xhilbabin, që fjalën xhilbabi ka përmendur Allahu në Kur'an. Dhe xhilbabi është ajo copë me cilën mbulohet femra, el-melhafa, allati tatalaffafu biha. Ky është kuptimi i fjalës, po të shohim në mënyrën e tefsirit. Me cilën mbështetet femra. Kurse një copë shalli, ajo është e ngushtë. Ajo e formën e, domethënë, e qafës, të kokës, të supeve. Nuk është e saktë, nuk është e plot, nuk përmbushet urdhri kuranor kështu. Nuk e ka përmbushur farzin, nuk ka pikë diskutimi në këtë. Edhe shamia e ngushtë nuk e plotson. Duhet që të jetë ajo copa e gjerë dhe e bollshme që me cilën mbulon kokën dhe mbulon qafën e gjoksin, e hedh e mbështjell me të trupin e saj, sipas urdhrit kuranor. Nëse shamia është e gjerë, e bollshme, shkon deri tek gjunjët, në rregull. Hijabin dhe shamin me cilin e ka kaq plot. Por nëse shamia është e ngushtë, thjesht mbështjell domethënë mas qafës, mbështjell kokën me të, nuk është e plot. Është më mirë se ato që dalin krejt zbuluar, por ama nuk është e plot, nuk është përmbushur farzi. Hyn ke ato që konsiderohen gjunaqare të mëdha. Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Ose një bluzë të ngushtë ose një fustan të ngushtë, këto konsiderohen veshje të ngushta dhe këto nuk e përmbushin atë veshjen e plot sipas shariatit. Mund të themi që një pjesë e femrave që nuk e kanë veshje, ato pretendojnë që kanë veshje islame, por që nuk e kanë vishje të ngushta, veshja e tyre kanë ngjashmëri me atë veshjen që kanë pas femrat para
se zbrisë urdhri kuranor në kohën e xahiliyetit. Se atëherë femrat mund vishin shami ose kishin fustane, kishin, a kupton, veshje. Mirë, po nuk isha e plot. Kushti i katërt është që të jetë veshja e plot, jo, të mos jetë e gjerë, e bollshme, të mos jetë e ngushtë, të mos të mos paraqis formën e pjesëve të trupit. Ka dhe femra që vishen për shembull me pantallona. Ato pretendojnë që kanë pantallona të ngushta, por ato pantallonat janë veshje e burrave, nuk është për meshkujt. Ktu ka dhe një problem tjetër që kjo veshje është përbën ngjashmëri me burrat, imitim ndaj burrave, ky është një mëkat tjetër për cilin do të flas edhe pak më pas inshallah taala, por është edhe e ngushtë. Kështu që nuk bën për femrën. Kushti i pestë është që veshja të mos jetë e ngjashme me veshjen e burrave. Ky fenomen është në masë në kohën tonë. Femra që veshin rrobat e burrave. Imitojnë burrat në veshje. Vishet me xhaketë si një burr, me pantallona si një burr. Kjo nuk është sa. Madje edhe flokët, ka femra që i presin flokët si burrat. Femrat që imitojnë burrat janë të mallkuara sipas një hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sipas një hadithi tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk është në rrugën tonë ajo femër që imiton burrat, ai burr që imiton gratë. Është mallkuar ajo femër që vesh veshje burri dhe ai burr që vesh veshjen e gruaje. Pas lejohet që femra të imitoj veshjen e burrit dhe burri të imitoj veshjen e veshjet e grave. Veshjet që janë të ngjashme me veshjet e kafirëve. Këtu është fjala për një veshje karakteristike, për një komunitet jo muslimanësh kanë një veshje të tyre karakteristike. Nuk lejohet që muslimanja të imitojë ato në këtë veshje, sepse muslimani ne kemi të veçantat tona, ne kemi identitetin ton, ne ndryshojmë nga të tjerët. Kështu që ne duhet i ruajmë ato të veçanta tona dhe ne nuk imitojmë tjetër. Prandaj veshja e muslimanës nuk duhet të jetë e ngjashme me veshjen e femrave kafire. Gjithashtu nuk lejohet që femrat të parfumoset kur del nga shtëpia. Apo të jetë parfumosen pranë burrave të huaj. Ajo parfumoset për bashortin në shtëpinë e saj ose në pranë burrave të cilët i ka mahrema, domethënë që janë të afërm të saj me të cilët e ka të ndaluar martesën. Ndërsa kur del nga shtëpia nuk lejohet të jetë parfumosur dhe hijabin, veshja nuk duhet ta ketë parfumosur. Ka hadith profetit sallallahu alaihi wasallam që ndalojnë parfumosjen e femrës kur ajo del nga shtëpia. Dhe e fundit duhet që veshja të mos jetë një veshje që tërheq vëmendjen, me cilën shquhet femra para të tjerave, quhet libasu shuhre. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar për ndëshkim në një hadith ata që veshin veshje për të ushquar, për tërhequr vëmendjen, ka një veshje e veçantë që nuk është. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë men lebisa libasa shuhratin fi dunya albasahu Allahu libasa almadhallati yawm alqiyama. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar diçka të tillë në këtë hadith të saktë. Pra i mësuam ato kushtet e veshjes, kështu që veshja e femrës duhet i përmbush këto kushte në mënyrë që të quhet veshje e plotë, e saktë dhe që të ketë përmbushur atë farzin kuranor, urdhrin që ka dhënë Allahu i lartësuar në Kur'an. Po çfarë dënimi ka për ato që nuk e kanë veshjen e plotë? Profeti sallallahu alaihi wasallam ka mallkuar. Sqaroi këtë çështje pak më parë, por do të kemi parasysh mos mallkojmë një femër të caktuar. Është mallkim i papërcaktuar, është i përgjithshëm. Ka mallkuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar për dënim Profeti sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar që nuk hyn në xhenet dhe shkon në zjarrin e xhehenemit. Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Hadithin e citova pak më parë, por në qoftë se femra është muslimane dhe nga dobësia, domethënë nuk e ka veshjen plot, konsiderohet gjunaqare e madhe, atëherë ajo nëse dëshiron Allahu do ta vuajë dënim, siç janë gjunaqarë të mëdhej, fjalë, e vuan dënim për konsiderim zjarrin e xhenemit, pastaj del prej tij. Por çështja shumë e rëndë, shumë e rrezikshme, konsiderohet gjuna e madh, ka paralajmërim për përvim nga hyrja në xhenet dhe për hyrjen në zjarrin e xhenemit. Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Ndaj duhet që të bëjnë kujdes femrat
edhe të kenë veshjen e plotë dhe të saktë që të shpëtojnë nga zemrimi, të shpëtojnë nga dënimi i Allahut të lartësuar e ta fitojnë xhenetin. Allah është shpëleft o nderuar. Atëherë, vëllezër dhe motra, elus Allahun e lartësuar që t'i bëjë dobishme fjalët dhe këshillat e Hoxhës, elus Zotin e gjithësisë që ta përmirësoj gjendjen tonë dhe elusim Allahun e lartësuar që motrat tona t'u mundësoj atyre që ta plotësojnë edhe këtë urdhër të Allahut të lartësuar që i urdhëron në Kur'an. Shihemi në emisionin tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.